Mbrëm në periudhën nga ora 22:30 deri në orën 4:30 në punësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov dhe Departamenti i Policisë Kamjan në bashkëveprim me Departamentin për punë të brendshme Gosivar në zonën e Departamentit të Policisë Kamjan kanë kryer aksion kontrollues për zbulimin e shtetaseve të huaja që qëndrojnë ilegalisht në shtet, që punojnë të paparaqitura dhe që janë viktima të mundshme të trafikimit me njerëz. Gjatë kontrollit në një objekt hotelerik në fshatin Sedlarce Epërme, ku menaxhere është 27 vjeçaria JC nga Tetova, janë hasur dhe ndaluar OM 24 vjeç, AF 24, AV 28 dhe AT 27, të gjitha nga Ukraina, të cilat kishin qëndrim të paraqitur në fshatin Zherovian, por qëndronin në kundërshtim me qëllimin e lejes. Ato janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plot të rastit, kundër tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:50 në një fshat në komunën e Mavrovës dhe Rostushës, në punësit policor nga Departamenti i Policisë Rostush, privuan nga liria IJ 27 vjeç nga i njëjti fshat, duke vepruar pas denoncimit paraprak se në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht nënën e tij 44 vjeçare dhe motrën e tij të mitur. Pas dokumentimit të plot të rastit, kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 10:30 në punësit policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov, privuan nga liria GA 24 vjeç nga fshati Novosel, komuna e Bogovinës. Paraprakisht, ajo me automjetin e saj të pasagjerëve Volkswagen Turan me targa të Tetovës, të cilin e drejtonte, ka goditur një automjet të parkuar Volkswagen Golf me targa të Tetovës, të parkuar nga VU 23 vjeç nga Tetova. Gjatë marrjes së masave është konstatuar se ajo është në ndikimin e alkoolit, respektivisht se kishte 1,55 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të plot të rastit, kundër saj do të parashtrohet kallëzim, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi i pakujdesshëm i automjetit. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar 15 shofer, 7 nga Tetova dhe 8 nga Gosivari për parkim të parregullt, ndërsa 18 automjete janë ngritur me automjeti special Meribang. Janë evidentuar edhe 92 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore, 57 në Tetov dhe 35 në Gosivar.